Ju uroj mirëseardhjen zotit Adriatik Lapaj, themelues më vitin 2023 i lëvizjes politike Shqipëria bëhet. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. Ne kemi titulluar bisedë në studio dhe ne jemi Unioni i Gazetarëve Shqiptar Profesionistë Diasporës, një organizatë e themeluar në vitin 2021 me seli në Zvicër, nga gazetarë profesionistë të medias që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të Europës dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dua t'ju prezantoj bordin tonë drejtues, nga kryetarja e unionit tonë, zonja Evida Kuçpapaj, e cila lidhet nga Zvicra, nën kryetari i unionit tonë, zoti Arkan Futra, e cili lidhet nga Franca, unë Alba Kepi, e cila jam sekretari i unionit dhe lidhet nga Italia. Kemi zotin Skënder Buçpapaj, i cili lidhet nga Zvicra, zotin Genc Burimi, i cili lidhet nga Franca, dhe zotin Ardian Mura, i cili lidhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dua t'ju informoj vetëm dy fjalë për unionin tonë, i cili lindi si një nevojë për të bashkuar zërin profesional të gazetarisë shqiptare në diasporë dhe për të kontribuar në forcimin e standardeve demokratike profesionale në hapësirën shqiptare të informimit. Misioni ynë është vijon tjetë mbrojtja e lirisë së shprehjes dhe shtypit të pavarur, promovimi i së vërtetës dhe informimit pa anshëm, si dhe nxitja e një gazetarie të përgjegjshme, bazuar mbi të gjitha në etikë dhe në profesionalizëm. Si union ndjekim në mënyrë të vëmendshme gjendjen e medias në Shqipëri, aktualitetin në Shqipëri, reagojmë publikisht ndaj shkeljeve të lirisë së saj dhe mbështesim raporte dhe standarde organizatave ndërkombëtare që monitorojnë demokracinë dhe të drejtat e njerëzit. Ne si union kemi qenë me statusin vëzhgues në zgjedhjet politike të majit 2025 dhe kemi ndjekur në mënyrë të vëmendshme gjithë këtë proces. Kemi intervistuar, kemi zhvilluar biseda në studio me lider të partive politike shqiptare dhe ju jeni lideri i kësaj bisede sot, pra i kësaj lëvizje politike Shqipëria bëhet. Kjo bisedë bazohet në pyetjet tona dhe uroj të jemi kemi një debat shëndetshëm dhe të jemi sa më koncis për të përcjellë dhe mendimet tona dhe ju mendimin tuaj. Dua ta nis njëherë me fjalën, me pyetjen e zonjës Evida Buçpapaj, e cila është kryetarja e Unionit të Gazetarëve Shqiptar Profesionistë Diasporës. Përshëndetje Adriatik, ju kemi ndjekur aktivitetin tuaj politik, sidomos 107 ditë që ishit në protest përpara kryeministrisë. E kemi mbështetur televizjen tuaj, sepse kemi menduar se vetëm protestat mund të sjellin ndryshim në atë vend. Unë kam dy pyetje dhe po i bëj shpejt e shpejt. Pyetja e parë është sepse shikojmë se asnjë forcë politike në Shqipëri nuk i referohet kur diktaturës komuniste. Pasojat e së cilës ne jemi duke i vuajtur, sepse sistemi është si i përçudnuar, pikërisht sepse klasa politike nuk është distancuar nga e shkuara. Juve si forcë politike, çfarë qëndrimi keni? Edhe pyetja e dytë. Ju kam ndjekur shpesh në për protesta kur thoni se ne jemi gati të bashkohemi me opozitën, problemi flamujve, të kemi një flamur të përbashkët, mos kemi logo partish. Tash problemi është që duhet të bashkoheni patjetër të gjitha forcat politike. Edhe a ke një zgjidhje ti se si do t'i eliminoni të gjitha këto barierat, logosh e të tjera. Faleminderit. Për të shkuar te qëllimi në fundit, sepse kështu të përçarë dhe secili proteston për hesap të vet, kjo nuk shkon me interesin kombëtar dhe interesin e shqiptarëve. Falenderoj. Faleminderit shumë për këtë intervistë së bashku me ju sot. Faleminderit dhe ju zonjë për pyetjet. Në lidhje me pyetjen e parë, unë jam i datëlindjes 88, që do të thotë jam i lindur në periudhën e fundit të zyrtare të komunizmit, por nga ana tjetër e perceptoj atë përmes prindërve, përmes shoqërisë, përmes historive, përmes leximit
po dhe përmes reminiscencave që vinë deri sot. Në gjykimin tim, dhe kjo është thellësisht personale, komunizmi dhe ajo doktrinë vetvete është thjesht një sëmundje, nuk është një doktrinë politike. Që do të thotë, ne nuk mundet të pranojmë kurrësësi si doktrinë politike një mendim politik i cili ka në themel të vet për çuditërimin e tjetrit për shkak se mendon ndryshe. Pra për shkak se është kundërshtar politik. Edhe në këtë pikë nuk kam asnjë siklet ta them që unë personalisht, po dhe ne si një grupim politik, e konsiderojmë atë filozofi politike, atë lloj mendimi politik si sëmundje praktikisht, si një deviancë që mund ta kap qenie njerëzore. Në lidhje me pyetjen tuaj për pjesën e bashkëpunimit të subjekteve opozitare në Shqipëri, unë modestisht në emër të ekipit që përfaqësoj dhe në emër të cilëve flas sot këtu me ju, ndihem mirë se jemi ekipi që përpara zgjedhjeve të 11 majit, të paktën subjekteve që konsiderohen në thonjza do e thosha të reja në Shqipëri, ushtrim dorën e bashkëpunimit për 8 muaj me radhë, si me thënë. Në një farë mënyre këmbgulëm për një lloj bashkëpunimi për të krijuar një pol të sëres, për të imponuar ato idet tona për demokratizimin e vendit përmes ligjit. Hasëm se janë fakte publike në refuzim e me radhë, secili mendonte që me partinë e vet do bënte namin dhe arritëm ditën e zgjedhjeve dhe rezultatin që ju të gjithë e dini. Për shkak të një sistemi elektoral i cili e fragmentarizon votën, sigurisht që ajo nuk arrin të maksimizojë numrin e mandateve edhe kur numri i votave është i konsiderueshëm. Dhe kjo ka ndodhur me të gjitha subjektet praktikisht. Ka ndodhur me të gjitha ato subjekte me dikë më pak, dikë më shumë, me ne ka ndodhur më shumë praktikisht, por është një dëm që i ka ardhur shoqërisë në vetvete. Për shembull, matematikisht, sikur subjektet e reja të kishin hyrë bashkë në zgjedhje, me votat që kanë marrë, nuk po them për efektin që do kishin te fryma që do krijoj më e madhe, bëhet fjalë për rreth 145-150.000 vota, të cilat do të ishin përkthyer në të paktën 11-12 mandate në të gjithë vendin, dhe janë mandate që fatkeqësisht për shkak të ligjit elektoral i ka marrë partia në pushtet. Pra kanë anuar nga partia në pushtet për shkak të formulës. Ne kemi humbur për shembull shumë mandate në qarqe të ndryshme për një grusht votash. E kemi humbur në Vlorë për 700 e pak vota, në Fier për 403 vota e kështu me radhë. Dhe kjo është ajo që mua më trishton, me thënë të drejtën. Dhe për shkak të kësaj kam pas menduar që të gjithë këta do kishin vënë mend. Do kishin një reflektim se njeriu kur merret me jetë publike, unë gjykoj që duhet të ketë një dimension të menduar i përtej vetes. Duhet të mendoj se çfarë i shërben atyre njerëzve që përfaqëson apo shoqërisë në atë moment. Dhe kam pritur që të ketë një reflektim, që të ketë një hap pas nga të gjithë, të ketë një mea culpa. Po jo, vëre që nuk ka ndodhur, përkundrazi, një pjesë vazhdojnë me atë qasjen e vet që shkëm graniti në mes të adheut apo të botës, dhe kjo nuk më vjen mirë për këtë, por nuk kam çfarë bëj në këtë drejtim. Në lidhje me opozitën e Partisë Demokratike që duam apo s'duam, ne është partia e dytë në vend. Ende, nuk e di si do vazhdojnë të ardhmen, por ende sot është partia e dytë sa i takon numrit të votave dhe mandateve. Unë di të them që ne si lëvizje jemi të vetmit që gjatë muajve të fundit kur u krijua një forum qytetar pa e paragjykuar kush e inicioi dhe bëri një ftesë për të ulur palët që të dakordsonin për të gjetë disa pika të përbashkëta që nuk do të thotë domosdoshmërisht bashkëpunim elektoral. Po ne nuk mund të na ndaj asnjë gjë për të bërë bashkë në një mendim për një kod elektoral, për një ligj zgjedhor që i shërben rotacionit dhe i shërben demokratizimit të vendit. Ti mund të shkosh vetëm në zgjedhje, sepse mund të kesh mendimin tënd, por nuk mund të rish i veçuar te kodi. Te kodi duhet bëhemi bashkë. Dhe ne në këtë drejtim ishim të vetmit nga subjektet e reja që nuk tham jo automatikisht, nuk paragjykuam kënd, por tham po mbi disa kritere. Të cilat janë kriteret dhe nuk po zgjatem, po e përgjigjem shumë shkurt. Kriteret janë thelbësore. Pra ne duam garanci
që nuk do jemi thjesht një vagon i radhës në një tren të partive opozitare të cilat nuk prodhojnë asnjë praktikisht dhe xhirojnë në vend, po duam garanci që kjo betejë është reale. 2 vite më parë, në 27 korrik të vitit 2024, unë personalisht kam qenë me 21.000 firma në Komisionin për Katës në Parlament, ku kemi propozuar ligjin për votën e diasporës dhe draftin, që u miratua, dhe ligjin për reformën në kodin zgjedhor, që ishte sistemi proporcional kombëtar me lista të hapura dhe me koalicione parazgjedhore. Kujtoj aty me trishtim të madh që ata që ziheshin në darkë në televizor, Damian Gjiknuri nga një anë me Erbil Lykbashin dhe Gazmet Bardhi nga ana tjetër, dhe këtu unë ua kam thënë në sy, nuk është se po e them thjesht këtu. Nga ai konflikti i madh që i shikoja në darkë televizor, bashkuan votat aty në komision për ta mbajtur sistemin të mbyllur dhe në bazë të atij kodi zgjedhor, Partia Socialiste në zgjedhjet e fundit ka marrë 53% të votave dhe këtu nuk po i hy si i mori, se për mua një pjesë i ka marrë mënyrë të pa drejtë, i ka deformuar, por nuk po i hy. Mori 53% të votave, që do të thotë duhet kishte marrë 74 deputet. Në fakt, ka marrë 83 deputet, ka marrë 9 deputet më shumë se sa numri i votave. Dhe këtë e ka marrë si pasojë e formulës që është tejet e gabuar. Në këtë drejtim, nga Partia Demokratike ne kërkojmë dhe kemi kërkuar gjatë gjithë kësaj kohe garancinë që betejën me pushtetin e ka seriozisht. Jo një betejë që në mëngjes kërkon bashkëpunim me ne dhe në darkë ose të nesmen ulet në një tavolinë me Damian Gjiknurin dhe miraton një kod që i shërben partisë pushtet apo status quo-s për të na djegur ne, praktikisht për ta vrarë çdo frymë të re. Dhe për këtë arsye ne kërkuam që në atë betejë që po bënim në shesh, që kemi besuar që ka qenë e drejtë dhe që jemi të bindur që nëse bashkimi do të kishte ndodhur nga subjektet e tjera, pushteti do të qerrëzohen në Shqipëri, sepse është realisht shumë i dobët. Kemi kërkuar që të dilnin të gjitha subjektet 24 orë 24 në protest dhe të zbrisnin atë shesh dhe për të mos lejuar alibi për asnjërin, të mos kish logo flamujsh të partive, po të bashkoheshim nën flamurin kombëtar. Pra, për ta përmbledhur, ne nuk kemi qenë në asnjë rast për jo kategorike, sepse nuk e shohim politikën si një e zezë apo e bardhë, e shohim si një spektër. Pra nuk është e zezë ose e bardhë. Ne nuk mund të bëhemi arrogant të tipit që të themi që jo, Shqipëria do pres që të ndryshoj deri në vitin 2100, sa lëvizja Shqipëria bëhet, apo një lëvizje tjetër, apo ndonjë parti tjetër, të bëhet forcë e parë. Ne mund të bëhemi edhe për 5 vjet, po mund të dojë edhe 100 vjet, ku di unë, nuk e di këtë. Këtë e di populli. Por ndërkohë qytetarët e kanë sot nevojën për ndryshim dhe vetë ne e kemi sot. Dhe ndryshimet që mund të na bëjmë bashkë janë ligji zgjedhor, është shumë e rëndësishme. Dhe për këtë ne nuk tham jo dhe kemi prit që të tjerë të reflektojnë, po dhe me dhunë nuk i marrim dot, domethënë, se unë me të mirë edhe dëgjoj me çfarë nuk dëgjojmë. Pastaj po të fillosh edhe të bësh pak agresiv, fillojnë ato jo konventa të drejtave të njeriut, jo ligji aq e kaq e me radhë. Vetëm një moment, marrëveshjet nuk bëhen me fjalë, po marrëveshjet bëhen me letër. Kështu që ti ke shumë të drejtë sa i përket sistemit zgjedhor dhe të gjitha kodët dhe këto, sepse jeni shumë të penalizuar. Për shembull, në Vlorë Partia Socialiste ka marrë 60.000 vota dhe ka fituar 12 deputet. Ju keni marrë rreth 50.000 edhe keni vetëm një deputet. Kështu që jeni penalizuar në fakt në giotin me një fjalë. Në fakt një gjë se i kam ndjekur përgjithsisht ato disa të paktën folsat kur vinin tek ju. Nuk më pëlqente kur për shembull kishte folsa që vinin në të njëjtën kandar edhe Berishën edhe Edi Ramën. Kështu që nuk mendoj që kur ka për opozita protesta, me gjithë rezervat e mia, nuk mund të kritikohen ata liderët që janë në opozitë, me gjithë kritikat që mund të kenë vërtet. Këtë nuk e shikoj. Kjo edhe pastaj krijon edhe intriga edhe që e dëmton opozitën përgjithësi. Falenderoj. Faleminderit. Në lidhje me shëmuin që thatë, në qarkun e Vlorës, po e saktësoj për të qenë korrekt edhe me palën tjetër që nuk është,
Partia Socialiste ka marrë 64.000 vota dhe ka marrë 9 deputet. Ne kemi marrë 64.000 vota, të njëjtin numër votash, në të gjithë vendin dhe Edhe një. kemi marrë një deputet. Kjo tregon në mënyrë të qartë se sa i pa drejtë është sistemi. Pra 64.000 shtetas përfaqësohen me 1, 64.000 të tjerë përfaqësohen me 9. Kjo është për ta vënë gishtin në plagë. Në lidhje me atë që thatë në shesh, në fakt, protestat që ne kemi bërë këto 3 muaj në atë shesh, kanë qenë 5 protesta që kanë ardhur në numra duke u rritur relativisht jo të vogla, po as të jashtëzakonshme nuk kanë qenë në numra. Duhet keni parasysh që kanë qenë protesta që ne i kemi organizuar, edhe pse në pjesën më të madhe kanë qenë aktivistët tanë, ka pas një numër njerëzish të cilët kanë qenë qytetarë përtej subjektit tonë. Pra ishte e hapur në vetvete dhe pjesa e fjalimeve ka qenë e hapur në vetvete. Sigurisht që ne nuk kemi një qasje apo një doktrinë për të sulmuar asnjë subjekt në opozit. Kjo është pak po e sigurt, mund të merrni gjithë fushatën elektorale dhe nuk do gjeni nga goja ime apo ndonjë kandidati asnjë sulm ndaj asnjë subjekti opozitar. Kur? Asnjëherë nga 2 prill i vitit kaluar deri në përfundim të zgjedhjeve. Por ndodh që një qytetar që merr fjalën, unë nuk e rekomandoj dot çfarë të thotë dhe nuk mund ta pengoj që të thotë diçka. Kështu që këto janë të mirë kuptueshme themu dhe nuk e dëmtojnë thelbin. Ajo që është e rëndësishme është fakti që partia e dytë në vend, që sot është Partia Demokratike, duhet më në fund të bëhet e sinqert me veten dhe me të gjithë ne. Nuk na kanë armiq. Ne të gjithë kemi një problem të përbashkët, që është demokratizimi i vendit. Se po t'jap vetëm një shembull nga zgjedhjet e fundit, se si është të bësh hile kur je në opozit. Cila është hileja? Tani, ligji elektoral parashikon një buxhet, edhe pse unë nuk e vë theksin aty, po për të dhënë një shembull. Parashikon ligji për partitë politike mënyrën se si ndahen buxhetet për partitë politike. Dhe buxhetet ndahen sipas një formule. Çfarë ka bërë Partia Demokratike? Ka marrë dhe deputetët e vet, i ka futur me logon e partive që ka marrë në koalicion. Dhe praktikisht, formalisht, ata figurojnë deputet të partive të tjera, jo të Partisë Demokratike. Kjo u ka dhënë atyre partive, që edhe pse nuk kanë vota, edhe pse nuk bëjnë aktivitet politik, edhe pse nuk kanë fare shpenzime, të përpjestohen në mënyrë të barabartë me ato parti që kanë marrë një numër shumë të konsiderueshëm votash dhe bën një aktivitet të përditshëm. Pra thënë ndryshe, një parti që ka vetëm kryetarin dhe vulën në xhep atje, ka marrë buxhet të barabartë me Lëvizjen Shqipëria Bëhet, që është lëvizja e tretë politike në vend dhe është masakruar nga çdo anë dhe kjo është e padrejtë. Dhe kur opozita, Partia Demokratike, e bën këtë, po ta jap thjesht si shembull, kur aq ka në dorë sot, kjo nuk është një mënyrë logjike dhe e mirë për të dhënë shembullin se si mund qeverisësh nesër. Nuk mund të bëjmë hile. Ligji nuk do bërë hile me ligjin. Me ligjin duhet bërë zbatimi i ligjit. Kjo është. Më fal, a ishte një aleancë që ndërtoi Partia Demokratike me Shqipërinë Madhështore? Mund të ketë një kontradikt këtu në mënyrën se si e shpjegoni juve. Në çfarë kuptimi të lutem? Partia Demokratike krijoi aleancë me pjesën e spektrit opozitar. Po. Kështu që kush kërkoi të merrte pjesë, mori. Dhe kështu ana e financave mund të bëhet për shembull para zgjedhjeve me komisionin zgjedhor, them që për të kuptuar në publik, sepse çdo fushat ka shpenzime. Më falë se ndërhyra në nuk ka problem. Pyetjes time, po desha këtë sqarim. Nuk është thelbi se, shiko, nuk dua që të duket si diskutim buxheti, nuk është thelbi i gjës kjo, po thelbi që po them është që ne nuk mund të veprojmë brenda ligjit me hile. Do me thënë, sigurisht që ishte në aleancë, po në aleancë ti do e lësh atë me realitetin politik që ai ka. Pra, në listat hapura të marrë aq vota sa mund të marrë, në listë të mbyllur po ke njeri për t'ia futur, fute, po fitoj mirë, sfitoj gjithë të mirat, se ky është ligji. Po ti s'mundet që deputetin tënd ta vendosësh në logon e dikujt tjetër që dhe ai tjetri të marr buxhet për një veprimtari që nuk e kryen, se kjo është mashtrim.
Dhe ato para që merr partia i hiqen vetë Partisë Demokratike, që me ato para mund të bëj një punë më të mirë, si me thënë, mund të bëj një organizim më të mirë, mund të strukturoj më shumë dhe mund ta rrezikoj pushtetin realisht më shumë. Këtë po them, nuk është çështja vetëm te ne, është dhe vetë te Partia Demokratike. Këtë po them. Ndoshta do duhet edhe ne të thrasim dikë nga Partia Demokratike pikërisht për ta saktësuar dhe këtë. Nuk është thelbi ky, edhe është thjesht si një detaj për të kuptuar disa qasje që duhet të ndryshojnë. Pra duhet sinqeritet me subjektet në opozit, duhet një frym jo me hile. Pra, nëse Adriatiku, nëse Lëvizja Shqipëria bëhet, apo nëse Lëvizja Bashk, apo nëse Partia Mundësia, se unë s'kam siklet i përmend këta, edhe pse ata kanë siklet me ne, e meriton se punon dhe merr X vota, do parë si një mënyrë se si me këta njerëz mund të gjendet fjala për të bërë bashkë, jo se si të punojmë që t'i pengojmë këta njerëzit edhe pse kanë 1, 2, 3 apo 4 aftësi, se pastaj dalim nga quajmi mirë. Kjo është çështja. Kjo është çështja dhe çështje këndvështrimesh, pasi unë mendoj se kjo ndarja e këtyre deputetëve në sigla të tjera është bërë dhe për të gjetur mënyrën më të mirë për të pasur role brenda grupeve, komisioneve parlamentare, sepse i bjente që Partia Demokratike dhe të bëjmë emra, ne i dim kush janë, edhe kemi pasur një bisedë edhe me kryetaren e Komisionit Turizmit, Kulturës, Diasporës, Ina Zhupa, e cila është nën siglën e partisë, një partie tjetër, edhe pse është deputete e Partisë Demokratike, por kjo zgjedhje, prandaj them është çështje këndvështrimesh, ju e shihni si hile, por mendoj se është një çështje e parë pikërisht për të pasur sa më shumë numër deputetësh brenda komisioneve. Dhe pa harruar se ajo forcë politike, pra LSI-ja, ka qenë partia, forca politike që ka mbështetur hyrjen e Partisë Demokratike, forcave opozitare në zgjedhjet vendore. Pra nuk është aq çështje hileje apo buxheti, sa është çështje opozitarizmi e lidhur me pyetjen apo me kërkesën, pyetjen që Elida ju bëri, që forcat opozitare kur marrin emërtimin opozitare, duhet gjenë mënyrat, format, metodat për të bërë opozitarizmin. Ky është këndvështrimi im, por ndoshta mund të jetë çështje për ta trajtuar dhe herë të tjera. Jap fjalën zotit Artan Kutra, nënkryetari i Unionit tonë, lidhet nga Franca. Faleminderit Alba për fjalën. Përshëndetje zoti Adriatik Llapaj, unë do të doja të ndalesha në një temë të aktualitetit të sotëm me përmasa ndërkombëtare. Më konkretisht, cili është qëndrimi i partisë suaj në kontekstin e kërcënimeve të Iranit ndaj Shqipërisë? Do doja një përgjigje të shkurtër, lutem. Sigurisht që ne jemi një vend antar i NATO-s, edhe si vend antar i NATO-s ne duhet ndjekim të gjitha të drejtat dhe detyrimet që kemi në kuadër të aleancës. Unë uroj që, dhe për këtë nuk kam informacion, uroj që vendi ynë në kuadër të aleancës të ketë instaluara në repartet tona mjete logjistike që mund ta përballojnë rrezikun nëse ai do të jetë. Po përtej kësaj, unë nuk di çfarë të them më shumë se nuk kam informacion më të detajuar. Do shta pozicioni politik i juaj? Në çfarë kuptimi? Për shembull, që të jem më konkret, domethënë pati një lloj stepje nga vendet europiane, po unë po flas nga Franca dhe di që për shembull që Macroni tha që dale se nuk duhet shkojmë menjëherë në luftë, duhet jemi më të frenuar, vërtet dërgoi aeroplan mbajtësin Charles de Gaulle afër Gjirit Persik, por tha ne nuk do marrim pjesë në luftë, thjesht për të mbrojtur shtetasit tanë. Edhe Gjermania po të njëjtin rol që tha ne nuk do hyjmë në luftë, nuk është lufta jon, Trumpi nuk na thirrri etj. Nga ana tjetër ka një lloj angazhimi të menjëhershëm të kryeministrit të Shqipërisë, Rama, i cili bën deklarime shumë pompoze ne kështu, ne ashtu, prit një herë sepse të tjerët që janë shumë më të mëdhenj, Franca, Gjermania, Italia, janë më të frenuar duke thënë kjo nuk është lufta jon. Më kupton? Gjithmonë qëndrimi politik. Nga ana tjetër ne avall mos po shkojmë drejt ball për ball me gjoksin para si drejt luftës e kështu, nuk e di jam kuptuar. E kuptoj qartë, të falenderoj për pyetjen. E para një herë, unë mendoj që servilizmi nuk na bën punë, është gabim. Kështu që mendoj që zoti Rama për shkak të haueve të veta që ka me drejtësinë edhe të një qeverie të korruptuar,
po bëhet më katolik se papa për ca gjëra të cilat të paktën ne zyrtarisht nuk dim që të na janë kërkuar, zyrtarisht. Se të paktën duhet kishim një të dhënë që na është kërkuar të bëjmë diçka. Në këtë drejtim, unë mendoj që zeu i tepërt i zotit Rama lidhet me hauin personal që ka zoti Rama. Nëse më pyet për qasjen tonë, sigurisht që unë si Adriatik dhe ne si lëvizje qasjen pro Shteteve të Bashkuara të Amerikës e kemi absolute, sepse e shohim si raport edhe mirënjohje për çka ata kanë bërë në raport me luftën në Kosovë, në raport me gjithçka tjetër, dhe për faktin që 1 milion, të paktën 1 milion shqiptar ndër breza e kanë apo jetojnë në atë shtet, e kanë shtetësinë aty shteti e me radhë me radhë. Por sjellja e zotit Rama, ju e kuptoni që është dukshëm mënyra se si ai po sillet është një qasje që lidhet me hauin e tij personal dhe jo një qasje që lidhet me potencialin real që ka Shqipëria për të ndikuar në një konflikt të tillë. Dakor, faleminderit. Faleminderit zoti Lapaj, tani e kam unë radhën për pyetjen. Në ditën e 108 të protestës suaj, në një fletë të bardhë, ju shkruajtët, sheshi u lirua. Me mendje më të kthjellët, tani që ndoshta e keni kaluar edhe atë kohën e qëndrimit të gjatë dhe në rrugë, si e konsideroni këtë protestë tuaj? Që një disfat, që një dorëzim, apo është një strategji e ardhshme elektorale e lëvizjes tuaj? Dhe pyetja e dytë, kështu që mund të jap më shumë kohë dhe për të menduar, ju është një lëvizje politike e re, domethënë një risi në panoramën politike shqiptare që zakonisht jemi mësuar me parti, nuk ishim mësuar me një lëvizje politike. Ju ku e poziciononi ideologjinë e juaj politike? Në të majtë, në të djathtë, pra ku gjeni më shumë vetveten për të krijuar dhe strategjinë tuaj edhe në të ardhme për te opozitarizmi? Faleminderit. Në lidhje me qëndrimin tonë në shesh, ai ka qenë 107 ditë dhe ne të plota, dhe në ditën e 108 ne e lam atë shesh. Në fakt atë pankart nuk e kam bërë unë e kam parë kur kam ikë, e ka bërë një nga ata që ka qenë i angazhuar aty, e ka parë si një ironi ndaj atyre që thënë me fjalë popullore, bëjmë profesori nga divani, po nuk bëjnë akte për të ndryshuar vendin. Pra kollaj është të gjësh kritika, të bësh kritika, e të thuash të keqen, po puna është që duhet dhe të bësh ndonjë gjë, pra të hedhësh ndonjë hap, të përballesh me këtë lloj të keqe që ne na ka zënë, siç e shohun të paktën. Dhe ajo ka qenë një tabel, një pankartë ironike që është bërë prej një prej vajzave të asaj proteste. Unë mendoj që protesta në vetvete nuk është mjeti zgjidhës, edhe në aspektin doktrinar. Protesta është instrumenti për të tërhequr vëmendjen ndaj një problematike. Problematikën ta kthesh në kaos, debatin qytetar ta kthesh në fokus të ajo problematik. Dhe në ato 107 ditë kanë qenë diku te mbi 100 dalje televizive të gjithë djemve dhe vajzave nga ai shesh, dhe kanë qenë orë pafund debati në të gjithë vendin që janë bërë në lidhje me ato tema të cilat ne mendojmë që qëndrojnë dhe mendojmë që janë zgjidhje. Qeveria tranzitore e përbërë nga intelektualët më të mirë që ne kemi brenda dhe jashtë vendit, që të përgatis vendin për një palë zgjedhje demokratike, ku mund të ishte 1-2 prej jush, pse jo, sepse janë intelektual që nuk jeni të lidhur drejt për drejt me zhvillimet politike dhe partijake të vendit, dhe si ju mund të ketë të tjerë. Ne e shohim këtë si të vetmen rrugdalje reale nga ngërçi që ku ndodhet Shqipëria. Shqipërisë duhen për herë të parë një palë zgjedhje që të gjithë t'i pranojnë. Një palë zgjedhje ku nuk ka njerëz që fshihen dot pas alibis që jo po i organizoi Rama, dhe nuk ka asnjë pushtet në vetvete që të marrë dhe të keq përdor instrumentat e shtetit dhe buxhetin e shtetit për të deformuar vullnetin politik. Dhe unë ju them edhe këte e kam të hequr në kurriz, nuk e kam me të thënë, më para e kisha me të parë dhe unë nga jashtë, tani e hoqa në kurriz në proces. Mekanizmi që përdor Partia Socialiste në fazën në cilën jemi, me gjithë respektin për socialistët e ndershëm, dhe i diferencoj këtu, është një mekanizm monstruoz politik. Është një mekanizm që unë e kam hasur në çdo hap të 6 muajve të fundit, që lidhej sa herë shkoja në diasporë, takoja njerëz,
kish filluar dhe shantazhoheshin përmes të afërmve këtu, sepse i merrin, u qanin telefon, u duheshin patjetër ato kontakte. Dhe kjo ishte thjesht e pabesueshme dhe një gjë që ti s'kishe çfarë ti bëje. Se as e ankoje dot sepse rrjethi familjare bënte të pamundur që ai të ankojë për motrën, për vllajin, ligjërisht. Pra që një mekanizëm djallëzor i gjetur në atë mënyrë sa ti nuk arrije dot as ta dokumentoj edhe pse e dije. Se nuk mundej vllai në Rom të denonconte motrën burrel që i kërkonte këtë deformim të votës. Përtej kësaj, mekanizmat e deformimit kanë qenë shumë të jashtëzakonshëm. Do të thënë, shiko raportin e OSBE Odirit, 150 milion euro gjoba të falura 3 ditë para zgjedhjeve. Është blerje vote. 200 milion euro pagesa në formën e pensioneve, bonuseve dhe ndihmës ekonomike në 6-7 muajt e fundit të dhëna për popullatën. Është blerje vote. Është blerje vote. Dhe për të mos u zgjatur, në çdo rast, ky është një sistem që sa herë ta menaxhoj procesin zgjedhor, aq herë do ta dëmtoj atë. Dhe unë e kam bindje që duhet pa diskutim një palë e tretë. Duhet një palë paqëtuese, një palë kujdestare dhe ku më mirë se një qeveri e krijuar përmes figurave më të mira intelektuale që kemi ne kudo, që propozohen nga subjekte të ndryshme dhe që kanë një mandat të qartë 12 mujor për të organizuar një palë zgjedhje demokratike. Pastaj kush fitoi dhe këtu duhet jetë dhe paketë reformimi i kodit zgjedhor, absolutisht, për ta demokratizuar. Unë e shoh sheshin si një rrugëtim i cili na ka bërë ne të njohim shumë veten, të njohim sakrificën, nga ana tjetër të takojmë shumë njerëz, pafund njerëz që ndalonin, dhe unë di t'u them një gjë me përgjegjësi të plotë. Nga data 20 dhjetor deri në datën 17 janar, Edi Rama ka qenë në gjendje më shumë se të vështirë. Dhe nëse subjektet opozitare do të kishin zbritur në shesh në atë fash, në atë periudhë, të gjitha, unë ju siguroj ju që ai nuk do e përballonte dot, sepse ai po, si më thën, ai po përpëlitej me një grush djemsh dhe vajzash aty që thjesht janë nxinin sa herë dilte dhe hynte në zyrë dhe acaroi dhe agitoi aq shumë sa arrinte na ka sjell, ka pas ditë si në 4 janar që na ka sjell 500 forca policie përballë 30 vetave. Ë? Sillte çdo ditë nga 200 forca policie, aq shumë e tensiononte ajo që po ndodhte. Kështu që mendoj që është një shans i humbur për të gjithë opozitën, por kur nuk është vonë, unë mendoj që po u nxorën mësimet dhe u reflektua, sheshi aty është, dhe unë jam i gatshëm që, dhe ne të gjithë jemi të gatshëm që nëse ka sinqeritet dhe zbritet pa ndalim prapë të jemi në atë shesh, sepse mendojmë që duhet një qeveri tranzitore. Në lidhje me pyetjen për ideologjinë, unë e them shpesh që në gjendjen, nuk po i ki përgjigjes, po i bëj një parantezë, e them shpesh që në gjendjen që është Shqipëria, diskutimi ideologjik është luks, me thënë të drejtën. Shqipëria është në gjendje të vdekjes klinike, dhe diskutimi ideologjik është, si të themi, si do ja bëjmë ngjyrën e flokëve, do ja bëjmë blu apo do ja bëjmë rozë. Në këtë fazë, ne na duhet ta ngjallim mirë dhe diskutimi ideologjik thjesht na pengon për ta ngjallur. Po unë jam i gatshëm të bashkëpunoj me çdo njeri, pavarësisht ideologjisë, po kur është i ndershëm për ta rrëzuar këtë lloj pushteti që është pushtet hajdutërie, që vjet është e vërtetuar. Ndërsa përtej kësaj, ne si lëvizje i përkasim qendrës së djathtë. Kemi themeli i programit ton lidhet me pronën, lidhet me lirinë e mendimit, veprimit, lëvizjen e lirë, lidhet me familjen si koncept shumë të rëndësishëm, mbi cilin ne kemi politika të qarta në programin ton për ta zhvilluar dhe forcuar konceptin si qelizë bazë të shoqërisë, lidhet me besimin, ne jemi një forcë që e ka thelbin te besimi, njerëzit i pranon natyralisht njerëzit që besojnë, për te ujë të besimit. Ne jemi një forcë që vendosim theksin e ekonomitë e politikat e ekonomisë së tregut, po dhe te financimi përmes subvencioneve të forta të biznesit nga ana e shtetit, përmes politikave subvencionuese, po dhe politikave të lirisë fiskale, të paketave të tipit one stop shop e me radhë, pra që ja thjeshtëzojnë shumë punën biznesit. Ne mendojmë se është shumë e rëndësishme që të mos i mësojmë njerëzit se si t'i mbajmë në mjerim me nga një thërrime, po se si të hapim vende pune që njerëzit fitojnë jetesë me dinjitet.
Kështu që qartësisht politikat tona ekonomike dhe thelbi i programit janë të qendrës së djathtë. Kemi dhe politika që lidhen me qendrën e majtë dhe janë disa korrektime që lidhen me ndihmën shtresat nevoje me radhë, por në nivel botror ju keni informacion për këtë. Nuk ka më një prerje me thik. Ka qeveriset e djathta marrin ca nuanca edhe ca pjesë të mira të programit së majtës, dhe nga ana tjetër ndodhe me të majtën, edhe pse majta ka pak më vështirë që të përthis politika të djathta. Kjo është. Faleminderit, me shpresën se në një të ardhme e prerja me thik do bëhet, sepse nga eksperienca që kemi ne duke jetuar në vende europiane, po të jesh pjesë e Parlamentit Evropian do të pozicionohesh në një grup o majtas o djathtas në qendër. Prandaj bëra edhe këtë pyetje për opozitarizmit në një të afërt të largut ose të largut ose të afërt, ne shpresojmë që të keni qartësinë se ku. Faleminderit, shumë i qartë. Fjalën ja jap zotit Skënder Buçpapa, i cili vihet nga Zvicra. Gjatë protestës suaj në paraqitje mediatike, keni bërë thirrje elitës shqiptare në dhe diasporë që të luajë rolin e saj në rrëzimin e regjimit dhe në proceset demokratizuese të Shqipërisë. Madje keni përmendur edhe emra. A keni tashmë një mendim më realist e më të kristalizuar për statusin aktual të kësaj elite dhe sa mund të jetë ajo njëri ndër faktorët shqiptar të interesuar për këtë çështje? Këtë pyetje është thërrëzë duke pasur parasysh marrëdhëniet e saj të kompromituara me politikën. Faleminderit. Po, ju keni të drejtë që një pjesë e madhe, madje halli më i madh i Shqipërisë është elita e saj e komprometuar, jam dakord. Një pjesë e madhe e asaj që quhet elitë e një kombi, në vendin tonë fatkeqësisht është kthyer në tregtare të interesit publik. Një pjesë e tyre mjafton që rregullojnë një prambesa për ambasada për të bërë doktoraturat në vende të tjera ose marrin një pension të posaçëm, ose edhe kjo është e trisht. Dhe jam dakord me ju, por nga ana tjetër, unë gjykoj që ne si popull ende kemi resurse dhe burime njerëzore dhe kryesisht në diasporë të një elite cilësore që është parimore, të një elite që nuk e ka përdorur intelektin apo arritjet e veta thjesht për interesin e vet, por në interes publik. Mendoj që kemi shumë se sa nevoja që duhet për të pasur një kabinet qeveritar tranzitor. Mendoj që 13-14 persona janë plotësisht të mundshëm, mendoj që kemi shumë se kaq. Kështu që dhe besoj që gjithë bini dakord. Kështu që po unë i qëndroj asaj se nuk ka rrugë tjetër, domethënë këto janë rrugët. Dhe unë mendoj që duhet një palë e tretë asnjë anse në kuptimin e interesit të drejt për drejt politik për të krijuar këtë mundësi, një palë zgjedhje të lira dhe demokratike. Si të them, ne juristët, kur juristët shkojnë në gjykatë kushtetuese në të gjitha vendet normale, se nuk them në këtë vendin tonë që nuk është normal, se në vendin tonë pas gjykatës kushtetuese, ish kryetaria e gjykatës kushtetuese u bë antare e bordit të Bankës së Shqipërisë. Nuk ndodh kjo në vende të tjera, me votat e majorancës, nuk ndodh kjo. Por në Shqipërinë tonë këto ndodhin. Ne juristët në rastet që marrim perëndime me radhë, dim që kur një gjyqtar bëhet pjesë e gjykatës kushtetuese, bëhet në një moshë relativisht të madhe, në një moshë shumë të pjekur, në një moshë që nuk mund korritet më dhe nuk është se pyet shumë për presione e gjëra, se në atë moshë dhe në atë stad të autoritetit publik që ka, nuk i bëjnë më përshtypje nga eksperiencia e jetës që ka. Kështu që unë mendoj që ne i kemi aq burra dhe gra dinjitoz sa ta nxjerrim vendin nga ky rreth vicioz që ka 35 vite që bën zgjedhje dhe nuk ka bërë asnjëherë zgjidhje praktikisht. Unë kam qenë i sapo lindur kur ka një sistemi, kam qenë shumë i vogël, 3 vjeç, dhe e mbaj mend në gjithë panoramën që më kalon përpara syve, se si kur nuk arritëm dot të bëjmë zgjedhje deri tani. Nuk kemi pas asnjëherë zgjedhje reale, zgjedhje vërtet demokratike, zgjedhje që të shkosh si zot. Edhe dyshit kanë qenë. Të nëndit, ato nuk mbaj mend se
Ato nuk i mbaj mendu se 4 vjeç kam qenë, po them pas atyre, ka pas mund të ketë pas një nuancë në zgjedhjet e 2013-ës, për shkakun që u bë tranzicioni i pushtetit, po dhe ato prap nuk mund të quhen tamam. Faleminderit Adriatik. Fjalën e ka Genc Burimi që lidhet nga Franca. Genci e ke audion. Po drejtohem rreth parë njerëz jo si politikan, po si shqiptar nga Lebëria, që jeni të dallueshëm për një kurajo që keni më të lartë se të tjerët. Duket aty që s'ke frikë fare. Dhe unë sa ta kuptoj, se si me tjetër me kurajon tënde, me atë guximin tënd, me atë mungesën e kompleksiteteve që të karakterizon, shkon dhe harxhon kohë me inxhinieria elektorale. Jo po proporcionali, kaq, i pasë jo kaq, se kuptoj. Se kuptoj. Ti për mua je baraz me Macronin francez, sepse si Macroni, edhe ti, hyt në politikë nga hiçi. Edhe hyt me të njëjtin leitmotiv. Macroni hyri në politikë me një konstatim që PS-ja franceze dhe PD-ja franceze ishin dy partitë të kalbëzuara. PD-ja franceze me Berishën francez Sarkozy i kalbëzuar dhe PS-ja franceze me Mitterrandin dhe pas Hollandin të kalbëzuar Ramat francez. Ju desh Adriatik 6 muaj një të panjohuri, Adriatik Lapajt francez i panjohur 6 muaj të krijoj parti, të hyjnë ato zgjedhje me atë sistem që Franca e ka, që kategori majoritar pur dhe se nga të fare ka, dhe fitoj. Se bindi njerëzit. Më pas i shgënjeu, thot ka shkuar në sondazhe, po kërkon naftë. Macroni. Do marri partitë radikale. Po dua të them, është çështje e një marrëdhënie ti me elektoratin, nuk është çështje e një marrëdhënie ty me kodin zgjedhor. Haroje kodin zgjedhor. Lëre Berishën për punën e saj. Mos i kërko partive të mëdha sot të ndryshojnë kodin zgjedhor, ato veprojnë si kudo në Evropë në bazë të interesave të tyre. Në Francë, partitë të mëdha nuk realizojnë kur majoritarin. Le Peni nga babai ke bia luteshin. Veri një moment, shkoi populli vet francez, me majoritar votoi Le Penin. Dhe i bindi, mirë apo keq. I bindi për mua, për Shqipëria, që zgjedhja është dëbimi i migrantëve, por i bindi. Ke juve unë shoh një deficit bindje. Dhe s'ka të kuptoj sot, se ti sot, shpesh në televizione që më ftojnë, konstati është, si ka mundësi sot që PD-ja, me këtë ram të kalbëzuar, me këtë afer Balluku, nuk po arrin dot ta bëj PD-n fituese. Unë të njëjtën pyetje bëj për Lapajn. Si ka mundësi që Lapaj sot, me këto dy parti të fosilizuara, nuk arrin dot të ngrehet turmat, masat. Po, mundem? Po. Më besoj që pyetja juaj pëlqeu shumë, domethënë, është se e mendoj dhe vetëm kështu. Ja bëj pyetje vetes. Shiko, po ti marr me radhë. E para një herë, dy realitete krejt të ndryshme. Pse? Macroni francez i foli një elektorati që ka takat të rri më shumë se 15 ditë pa punuar. Shqiptari i zakonshëm, po në një 15 ditë pa punë ngelet pa bukë. Dhe kur ngelesh pa bukë, nuk ke luksin të ndjekësh atë që të frymëzon. E ndjek atë që të frymëzon deri te kutia, pastaj te kutia vihesh në rresht. Dhe kjo na ka ndodhur ne. Absolutisht, ne kemi pas mitingje të jashtëzakonshme kudo, po kur vjen puna te vota, e merrte atë në diaspor motra nga Tirana dhe i thoshte të keqen motra se më heqin nga puna. Kjo në Francë nuk ndodh. Në Francë ai që mendon se do votoj Macronin, voton Macronin. Kjo e para njërë, ekonomia. E dyta, në Francë, me gjithë problemet që mund të ketë ai vend, se perfekcion as ka as do të ketë ndonjëherë, por shoqëri më avancuar, sistemi ka disa gjëra të cilat për te formulës si llogaritet vota, ka disa garanci. Çfarë do me thënë? Unë po t'jap 2 statistika për të ta demonstruar. Në zgjedhjet e fundit, ne si lëvizje kemi marrë
80.000 e pak vota, rreth 80.600 vota. Nga këto 80.000 e pak vota, 64.000 na dolën të vlefshme. Ndërkohë, 16.000 ca na dolën të pavlefshme. Nëse Partia Socialiste do të kishte pasur të njëjtin raport pavlefshmërie, sa që ne na është nxjerrë në këto zgjedhje, Partia Socialiste do duhet të kishte marrë në këto zgjedhje 120.000 vota të pavlefshme. Ndërkohë Partia Socialiste ka marrë sa ne 16.000 vota të pavlefshme. Në total në të gjithë vendin për të 11 koalicione dhe partit janë marrë 54.000 vota të pavlefshme. Nga këto 54.000, 16.000 na janë nxjerrë ne. Çfarë efekti ka pas kjo? E kemi humbur mandatin në Vlorë për 700 vota, për 707 vota, e kemi humbur mandatin në Fier për 403 vota. Pra ajo që dua të them është që momenti i dytë që ne përballemi është një sistem i cili të masakron nga çdo anë. Dhe kur unë shkoja në elektorat, në çdo moment njerëzit ma thoshin, "Ore ta japim ne, po e vjedhin këta." Është krijuar bindja. E treta, dhe me këtë po e mbyll, se ka shumë pika po zgjatem aq. Macroni në Francë, dhe unë do doja të kisha jetuar në një vend me stadin që kishte Franca kur kandidoi Macroni. Ashtu do e kisha ëndrrën që të kisha garuar në politikë. Ka një media që nuk është si media në Shqipëri. Media në Shqipëri në pjesën dërmuese të saj është e varur drejt për drejt nga pushteti i Edi Ramës. Media në pjesën dërmuese të saj në Shqipëri funksionon me leje ndërtimi. Dhe ky është fakt. Media në pjesën dërmuese të saj në Shqipëri nuk është e lirë. Nuk është e lirë. Dhe këto janë tre arsye që sa do javë të jesh, sa do frymëzues të jesh, bëhet shumë e vështirë dhe kësaj pastaj këtyre i mvishet dhe formula elektorale që çfarë bën? 9.200 vota që ne morëm në Fier, na i shumëzon me 0. Po si mund i shumëzosh ti 9.200 vota në Fier tonat me 0, ndërkohë që Partisë Socialiste në Vlorë janë nxjerrë një mandat me 6.700 vota? Si mundet? Si mundet? Si mundet ti? Jo, pra, pikërisht pra. Dhe duke marrë këto rrethana, shikoj nderuar, se ju jeni të gjithë intelektual. Ne këto rrethana kemi, unë nuk prodhoj dot një shoqëri dhe një vend tjetër. Ky është vendi. Me këtë mjell do ta bëj prumin. Po jo, nuk dëgjoj ti. Ka rrethana që janë legale. Po, ky është ligji për elektoral, dhe unë në atë pikë unë jam tepër liberal, sepse nuk besoj ke formulat. Unë besoj ke lidhja e popullit me politikanin. Dhe pa shkuar në kuti votimi, Macroni e tregoi këtë lidhje. Ti se tregon. Zoti Burimi, më thuaj një deputet në Francë që nuk e njeh ndonjëri dhe del më i votuar se kryeministri i vendit. Ke plot. Dhe një herë, sistemi francez është sistem majoritar sepse dhe neve unë ka bërë shkencë politike, në rregull. Dhe mua në shkollë më ka mësuar dhe jam shumë bindur që nëse të bëhesh funksionar lart francez, mos ndryshoni kur sistem, sepse do përfundoni si Italia. Sepse sistemi proporcional është më demokratik, por më shumë demokraci çon në fare jo demokraci, sepse çon një sistem, një parlament të pa drejtueshëm, i fragmentuar, dhe të bësh si në Italinë e demokracisë kristiane, të bësh çoka majtas djathtas, të bësh çoka majtas djathtas, të vazhdosh të qëndrosh për një qytet. Prandaj Franca preferojnë se majoritar, je i fort foto. Edhe këtë sistem majoritar që familja Le Pen e vidhte prekosh, po ky sistem majoritar sot e bëri të partitë parë. Pra nuk është çështje sistemi elektoral, është çështje edhe një herë vullneti dhe bindje e parë. Pra ka rrethana legale, ka dhe rrethana ilegale, që si ka Franca, që më përmendet ti, që janë pikërisht të rrethana ku të shpallet vota e pa vlefshme, kur rekuperohet media, por këto rrethana ilegale, ti sot fillohet të kritikosh. Në kohë që Partia Demokratike ka 3 zgjedhje, 2017, 2021, 2025, pa përmendur zgjedhjet e ndërmjetme, që i denonconte edhe ju partitë e vogla gjithmonë tallë që thonë ja fusin kot këta. Sot tani do provon në lëkurë edhe është shumë mirë. Për rrethanat jo ilegale keni një francez që quhet Michel Tarrant, i OSBE-s, edhe këto rrethana ilegale ai ti rregullon. Do hyni.
ato që janë legale, jo, se ka dorë Blik Bashi dhe ka dorë edhe Gjiknuri. Dhe unë aty jap shumë të drejtë, sepse janë partitë më mëdha dhe bëjnë çfarë të duan, pra ai kosa është legale. Absolutisht, mund ta bëjnë, unë nuk i marr kova. Ajo që po them, e bëjmë bashkëbisedim, të vazhdoj. Ajo që po them është, shiko, ju përmendni Le Penin. E para një herë, sa vite ju deshën Le Penit për të dalë forcë e parë? Se ju deshën 30 me majoritarin. Po ju deshën 30. Po ju deshën 30 e ca vite. Më shumë. Tani u bë imigracioni fenomen, paraqysh. Po jo, është normale, sepse ai vini popullin tek një fragment që quhet imigracioni i pa nevojshëm. Dhe këtë gjë denonconte Jati Saj që vitet 70-80, asaj kohe dhe kishim nevojë. Sot që ka papërsi në Francë dhe imigracioni bëhet në Itali bëhet një problem dhe jo më një zgjidhje, atëherë ka fiton. Pra është një çështje bindje, nuk është çështje vote. Bindje kjo është. Si AFD në Gjermani, AFD në Gjermani para shëmitish kot fare, tani po vitet. Po jo pas sistemit elektoral. Pas dhe një kontekstit, sot dhe një shumë i fundfare. Dje Trump ishte për partitë të djathta në Evropë. Ishte një frymëzim, sot është turp fshi Trumpin, vetëm PD-ja në Shqipëri është me Trumpin. Te kreve dhe për Meloni vetë sot në Francë, në Itali, më mirë fshi Trumpin. E pat lojë olimpike, e fshehan atë bancin, kishin turp. Pra dhe një është konteksti i tillë, nuk është sistemi elektoral. Ti ke një kontekst shumë të favorshëm me një Berisha dhe një Ram të diskredituar. Dhe shkon Rama të mbledh studentët në mëngjes në një fakultet, pardje, e s'të shoh ty. Kë më hapit mua? Më lë njëri mua të futem në fakultet. Pra bëj pra bindi edhe me konë. Jo, nuk më lën more, nuk më lën. Thjesht nuk më lën, na quajnë aktivitet. O zoti Burimi, po të them të vërtetën. Mua, unë kam qenë pedagog në fakultet drejtësisë, nuk më lën mua të vete të bëj forum politik në fakultet. Nuk më lën, harroje këtë punë. Tani ju thoni që po marr Le Penin sepse e morët si rast dhe po i rri. Është e vërtetë që ata morën disa dekada dhe u rritën. Por shiko, po të jetë për kohë zgjatje, unë si Adriatik, dhe po e them troç këtë, jam më i vogli nga të gjithë këta që janë në politikë drejtues. Jam nga më i afërt që kam para meje një 7 vjet, më i vogël. Unë jam vetëm 37 vjeç. Pra po të jetë për kohë më shumë se të gjithë këta kam unë në aspektin biologjik. Se di çfarë ndodh në rrugë, po them në aspektin biologjik. Por unë mendoj që populli jon nuk ka kohë. Populli jon është shumë i vuajtur. Ne po humbasim shumë popullsi me një ritëm të madh. Ne po plakemi me një ritëm të frikshëm. Ne kur erdhi Edi Rama në pushtet, zoti Burimi, e kishim moshën mesatare 32.5 vjeç të popullsisë. Sot pas 13 viteve të tij e kemi 44 vjeç. Dhe ajo që unë po ju them ju është që nëse vazhdojmë dhe një dekadë me këtë ritëm, ne do ta kemi të pamundur kthimin pas. Adriatik po bindi njerëz të bindur, Adriatik mos bëj propagandë, e di, Adriatik po flas në mënyrë shumë miqësore. E di interesi sot, jam dakord me ty. Strategji, jo. Sot pam Drecën, avokati i Velier, po bën një thjesht një diversion, po të kuptosh ku do të vi. Unë jam dakord me atë. Dhe ka një strategji ai thot Velia që po të mbroj tek fakti se thelbi zoja i dos, sepse ke bërë budalliqe. Po ka një strategji, po të çoj një dosje që të them që është e pavlefshme sepse ai që ty të hetoj, prokurori Dadë, është i pavlefshëm. Është një strategji. Strategjia është kjo sot. A ke interesi sot që të më mirë të çmontosh, të zbërthesh, i hodhësh fryt, likid, i hedhësh vaj motorit të rotacionit që është bllokuar në Shqipëri? Apo kërkon ti që sot me këtë PD të bësh aty që do të pra të ndryshosh sistemin elektoral. Unë mendoj se s'mund të bësh dy komunistë qetull. Janë dy ambicione shumë larta. Për mendimin tim ti ke më tepër interes të rrozosh të Ram, pra dhe një të filloj rotacioni si Berisha nuk është drejtë i përjetshëm. Dhe pastaj më bën shkok e hapi dytë të shkosh ke proporcionali kombëtar. Dhe kërkuar të dyja bashkë ti nuk ka strategji, po mbytet shkok. Qëllimi është thotë edhe një sot të rrozohet Rama. Po absolutisht. Edhe mos u bë me Hasimin, që po humbet kohë me Hasimin. Me Hasimin e çon tani si një agent futbolli, ma çon ke Berisha që të negocioj për ty ai për. Po shkombë kohë, nuk thet mbrapsht Berisha dhe kuptoj fare mirë. Pse një parti e madhe të ndaj votat. Përdorë Berishën si ato firmat mesetar, si Kok Demi që hap derën e Kështjellës, pa me anë të Berishës, me PD-n, rrozo Kështjellën e Ramës, dhe pastaj mbrapa ndërto. Po kështu është të numëro. Bëni bashkë një delegacion të gjithë bashkë, me PD-n të gjithë bashkë, shkojnë në Bruksel, në Paris, në Berlin, dhe jemi ne opozita shqiptare, jemi të gjithë bashkuar. Dhe për ne zgjedhja sot është zgjedhje politike. Zgjedhje parakoshme qeveri teknike. A kjo, dhe dëgjoj perëndimin.
Po shumë herë pas elektoral, ke kohë, i ri akoma. Ke kohë. Shiko, Futje në këmbën, rëzoni Ramën, se përbora Rama pastaj bie gjithçka dhe vetë FS-s i bëni nder, dhe vetë FS pastaj do shkojë edhe të bonifikohet në frëngjisht. Nuk si sot është, gjithçka është atrofizuar. Ai nuk ka më frikë sot. Ai sot i ka gjetur pipzat me Donald Trumpin. Kjo i mungonte. Që për shkuaris në Kneset, në Kneset i tha Netanyahu, mos e çaj kokën, me Trumpin të rregullojun, dhe për të cilë mos e çaj kokën, edhe po të hapin proces, si puna ime, thot Netanyahu. Unë shkoj çdo javë në gjyq, çfarë po ndodh? Rama s'ka frikë më asgjë, as Mercin, as Macronin, ka frikë vetëm Trumpin. Rama thotë, rrizoj 6 muaj, në 6 muaj e thyen qapën Trumpin, s'ka më mazhoritet. Vjen partia e tij në pushtet, partia e Ramës me Sorosin, dhe ka edhe 6 vite në pushtet. Rreziku jot i madh nuk është dhe një sistem elektoral, është Edi Rama që ka bllokuar rotacionin, sepse ai pora nga pushteti shkoi në burg. Shiko, pyetjet i bën gjithë bashkë, dhe ky është qëllimi. Rotacioni. Pyetjet i absolutisht po, dhe unë bie dakord me shumicën atyre që thatë. Pyetjet i bëni ju po për, si them, për t'i dhënë ngjyrë reale bashkëbisedimit. Pyetja që unë do kisha është, po mirë, Partinë Demokratike, cili është haui më i madh i Partisë Demokratike? Tiki Rama apo të mos vim ne bashkë me Partinë Demokratike përmes një gare të hapur në pushtet? Jam dakord, po është parti më e madhe. Është neve Trumpi çfarë si mendon të kushte? Do të ne me Macron, me Merkel, kjo partia, po kemi dëmë, kemi një budolla. Kemi një budolla, është më fort. Dhe Berisha është një budoll Trump. Është më fort se ti. Jo, kam të have the cards. You don't have the cards. Si ke cards? Tani me çështë. Po mirë, atë nëse është kështu, Partia Demokratike duhet i fitojë zgjedhjet e vetme. Po këtë po them, ke gabim. Sepse e vetme ajo sot e ka sepse Rama thotë janë këta që e fusin kot, to tjetër s'kujnë gjë tilla. Nëse Partia Demokratike e ka luksin që të shkojë dhe të fitojë zgjedhjet e vetme dhe ta mbaj fort sistemin që ka bashkë me Ramën, le ta bëj. Po unë të them që nuk i fiton dot dhe po të them që ne po bëjmë presionin e dur që ta demokratizojmë vendin një herë për gjithmonë. Sot. Kjo do krijonte frymën dhe besimin popullor që ta mbështesë ndryshimin. Se me ik një Ram e me ardh një Ram tjetër nuk ndryshon gjë kjo histori. Ktu është çështja, domethënë është çështja që ne duhet ta demokratizojmë vendin. Duhet ta bëjmë këtë. Sot duhet ta. Ti thua përpara se do të neve të 6 kemi 7 themish. Loto ti thua tani ndaj mirë loton. Unë them hajt fitoj parat një. Se mund të ndryshojë. Është vetëm janë. Unë them, ore fitoj mirë parat, pastaj i ndajmë. Ne akoma s'kemi lozur. Dhe një herë. Ti vazhdo, po ke shumë gabim dhe unë Atletik të gjë do ta kontestoj shumë fort në shtypin shqiptar mediat. E keni gabim se kam më përvojë se juve. E keni gabim, është porçarje. Është eksakt që na ndodh me Rusin. Po porçajemi. Me Hungarinë një anë, të jemi të gjithë, do të jemi të gjithë bashkë. Po si bashkë nuk kemi një ligj. Një hap mbrapa nga analogjike. Po ai nuk më mbrapa është parti më e fortë. Po nuk lejojmë koalicion. Ai sot ka më shumë se ty elektorat, ai sot mund ta rrozoj Ramën, po i duhet edhe pak, i duhet edhe ty, i duhet edhe Shehi, i duhet edhe Qori, i duhet edhe Shehaj. Rrëzoni një Ramën, pastaj edhe një kur Turqilli i shpalli luftë nazizmit, nuk thaj ky është Enver Hoxha, ky është ballist, ky është jodhja anë të gjithëve. Nuk e një sistemin elektoral më duket zoti Burimi, sepse po të mirë, keni sistem proporcional. Renal, ti do kombëtar, ti do puro fare. Ti do një parlament ta bësh si një gryer franceze, janë se gati gryer, do vrima, do gjithë partitë. Unë nuk jam ideologjikisht jam kundra kësaj, sepse nuk e pranoj në Francë që nuk ekziston dhe jam ma kanë mësuar në shkollë, refuzoje për aq mundësi sa ke. Refuzoje sistemin proporcional kombëtar sepse edhe një herë është një parlament i pa shiko sot Kosovën. Çka ka Kosova? Me si po krijon qeveri, po ti po krijon një prezident. Çfarë problemi? Dhe një herë duhen majoranca të qarta. Po është debat shumë. Dhe një herë, e kuptova mesazhin tuaj, pra ju sot jeni dakord që dua ta bëj bashkëbisedim. E pra, jeni dakord dhe vazhdoni kështu, do shkoni shumë larg. Dua ta bëj bashkëbisedim. Pse nuk bën brapsh? Berisha nuk bën brapsh ose Trump nuk bën brapsh? Të bëj një, po vetëm duhet të më lësh ti ta them mendimin. Do me thënë, ideja është kjo. Ju thoni këtë gjë, po harroni që ligji shqiptar sot nuk i lejon koalicionet. Nuk i lejon, more. Këtë po kërkoj unë, të bëhet një ligj që i lejon koalicionet. Ne sot, ligji elektoral shqiptar, nuk i njeh koalicionet në atë term që ju thoni. Ligji sot të thot, ti do të bësh një koalicion, po do futesh
te partia e tjetrit dhe do futesh me logon e tjetrit, me emrin e tjetrit dhe ty do të rendis ai ku të doj ai. Dhe unë po them, na duhet një ligj që të lejojë koalicionet, secili në shtëpinë e vet, po të gjithë në koalicion bashkë. Secili merr votat. Po si të hym në një, po më lër ta mbajë me kushtetut, ai ligj mund të rindishohet me kushtetut. Jo, s'është e vërtet. Tani këtu je duke fol me një njeri që është i fushës. Në korrik 2021 të ndryshua pak javë mbas marrëveshjes së 5 qershorit tek zonja Jurikin, Rama e futi sikë pas shpine edhe ndryshoi kështu. Mund të korrigjohet me kod zgjedhor ajo. Tani këtë ta them me përgjegjësi. Mund të korrigjohet me kod zgjedhor. Do me thënë, ajo që po të them është, ky sistem si është sot, nuk i lejon koalicionet në mënyrën klasike dhe nuk e daon ti sa vota merr. Pra ti duhet futesh te një parti tjetër dhe votat që ti merr nuk i daon dot më sa merr. Pra po hym ne te një parti tjetër, ti nuk daon dot më sa praktikisht i shkrihesh. Nuk ekziston më. Tani nëse më thoni që duhet të gjitha partitë të shkrihen, te zoti Berisha, them që duhet të gjitha partitë bashkë të Rama. Pastaj bëni darkë. Duhet pra ndryshuar ligji elektoral këtë po të shpjegoj. E kërkoi Bylik Bashi, këtë që thua ti, pastaj ka ndorë ai. E kërkoi Bylik Bashi tjetër. E kërkoi të fillojë koalicioneve. E vuri sikur. Po ti dikosh të Ramës një pisaret në tëmbës. Jo, s'është e vërtetë. E kërkoi atë. A që gënjur atë. Ai doli publikisht e tha, i kërkuan Parti Socialiste në negociatë rikthimin e koalicioneve. Por edhe një shoh para me ti je gjithmonë, ti je bitë që fitosh 1 milionshin në loto dhe kërkon ndarjen. Unë them bitur. Unë them fitoni 1 milionshin. Lexoni një Ramën. Atë mund të them vetëm diçka, po mos më ndërprije dhe sa planë bëri me Shabanin, sa planë bëri dhe kush shkoi mbrapa. Dhe e gjitha ndodhi për shkak të atij dreq ligji elektoral që nuk i parashikonte koalicionet klasike dhe u detyruam të bënim atë kinezërin që bëm. Tani të lutem, dhe e bëra një rat gabim, të lutem po të shpjegoj vetëm një gjë. Ju thoni që zoti Bylik Bashi, dhe me këtë e mbylla, nuk e debatojmë. Ju thoni që vetëm mos më ndërprit, të lutem. Ju thoni që zoti Bylik Bashi ka kërkuar këtë pjesën e koalicioneve. Tani un po të them, dhe këtë ta them me përgjegjësi publike përballë gjithë atyre që më shohin. Në 27 korrik të vitit 2024, Edi Rama ishte shamant. Kishte 2 vendime të gjykatës kushtetuese, një që qep për votën e diasporës dhe e dyta që për sistemin zgjedhor. Dhe ishte i dënuar të bënte reformë zgjedhore me votat e opozitës. Në të kundërt, zgjedhjet i shpaheshin antikushtetuese në çdo rast. Dhe ai që momenti kritik ku Partia Demokratike mund të merrte nga ajo tavolinë çfarë do formule që të donte, edhe koalicionet. Por nuk i kërkuan dhe nuk e bën dhe nuk e di pse nuk e bën. Dhe këtë mos ma faturo mua se nuk është fajim që ata nuk e kërkuan. Unë them u bë ç'bë, unë them tani, u bë ç'bë, haroj e kaluara, u bë ç'bë tani. Aktualisht Bylik Bashi e kërkoi pra. Po një unë shoh sot që ju nuk jeni sot dhe një herë të i thash Asimes. Krije një delegacion, çojnë në Bruksel, më çojnë një grev uri aty përpara Parlamentit Evropian, me Berish, me Lapaj, me kjo është. Po jo, ma çon në mendje mua vetë të rri 107 ditë para Parlamentit Evropian. Po ti më radhë vini nga Europa, mos ti më radhë. Po le mos na hap fund tani. Ke shqiptar gjithandej. Okej, faleminderit. Jo, unë doja shtoja vetëm kaq që se praktikisht mua më ka bërë përshtypje kjo 108 ditët e protestës që kur zbriste në shesh të opozita, ti largoheshe. Pra praktikisht për te reformës ligjit zgjedhor apo gjithçkaje ngërçit e tjerë, ndoshta ky bashkim duhet ishte parë dhe në atë, se ju e kishit atë shesh për 107 ditë. Pse kur sa herë që do të vinte dhe bënte një protest, manifestim Partia Demokratike ose të gjithë ata që thriteshin në emër të kësaj proteste, ju largoheshit. Dhe kjo ishte e pakuptimshme në linjën opozitare. Dhe ndoshta edhe Genci dhe këtë ndoshta e harroi por nejse, nuk po e shtjelloj më shumë sepse i ke morëm shumë kohë dhe Ard Mura i cili lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Faleminderit, zoti Adriatik, unë për te oqeanit. Çfarë zone, në çfarë shteti? Unë jam në Massachusetts, do vi pas pak. Kam qenë në pjesën e pyetjes. Rezistuat, siç u shprehet, me qëndresën tuaj mbi 3 muaj e gjysmë, pra 108 ditëshi,
një vit si sot, ose gjatë kësaj periudhe gjithashtu juve keni qenë në takimet me diasporën shqiptare për votën e 11 majit dhe në qoftë se në këto takime ju siguruat pjesëmarrje, ideja ishte që ato ju dhanë juve besim për të pasur një rezultat në zgjedhje dhe siç jeni shprehur në një prej këtyre takimeve në Quincy ku unë kam marrë pjesë vetë, kam qenë i pranishëm. Jetë në këtë kokë. Pyetja për ju është si e shihni ju strategjinë në vazhdim për pjesëmarrjen e votuesit në Shqipëri dhe në diasporë. Falenderoj. Dhe atë kohë ju desha ta ndaj me këtë, atë kohë juve ende nuk kishit krijuar aleancën, por u zatuat që me pjesëmarrjen në kuvend, pas një rezultati që ju kishit besim dhe e prisnit, u shpreh në atë takim që do të falimentoni të dy partitë të mëdha, PS-n dhe PD-n si përfaqësuese të korrupsionit të pushtet. Pra do ishit ai thyersi i votave për një shumicë, po e quajmë kështu. Faleminderit. Çfarë mundësish dhe çfarë strategjie shihni sot dhe në të ardhmen? Atëherë, të falenderoj, po është e vërtet që kam qenë aty, vjetë dhe ka qenë fiks në këtë kohë, pak a shumë. Në lidhje me rezultatin, ne kemi qenë shumë pranë marrjes një rezultati realisht historik në këto zgjedhje, sepse kemi humbur mandatet në thuajse të gjitha qarqet e mëdha për një numër relativisht jo shumë të madh votash, për një numër relativisht të vogël votash. Pra, nëse do kishim pas 7-8.000 vota më shumë në të gjithë vendin të shpërndara në qarqet e duhura, ne do kishim 7 mandate sot. Realisht, se i kemi humbur për pak. Kjo nuk është alibi dhe as justifikim, po është projeksionim se si duam dhe se si po punojmë për vazhdimin, për të ardhmen. Ajo që dua të theksoj është kjo. Lëvizja Shqipëria bëhet në vetëm 8 muaj si parti politike, pra ne u themeluam në 30 shtator të 2024 si parti politike dhe garuam në 11 maj në zgjedhje. Ne arritëm që nga 53 parti politike që garuan në ato zgjedhje, të renditeshim të tretët. Morëm 80.000 vota dhe nga këto 64.000 të vlefshme. Praktikisht morëm një rezultat i cili në numër votash nuk është ai që ne do donim, ne kemi prit në rastin më të keq 2 herë kaq, por është një rezultat që në të gjithë historikun e subjekteve antisistem që janë krijuar në Shqipëri, është rezultati më i madh i marrë në gjithë vit të paktën pas 97-s, se më para unë nuk di se nuk e kam kujtesën historike për shkak të moshës. Dhe dua t'u theksoj që jo që kemi marrë më shumë se të gjithë, po të gjithë së bashku nuk e kanë marrë më shumë vota sa që morëm ne në këto zgjedhje. Po t'i bashkosh me Aleancë Kuqezie, me të gjithë bashk, të gjithë partitë që kanë qenë në zgjedhje të ndryshme, kanë marrë më pak vota të gjitha bashkë se sa që morëm ne të vetëm në këto zgjedhje. Kjo jo për mendjemasi, po për treguar që është bërë një punë e mirë në këtë drejtim. Tani ne po vazhdojmë, sigurisht që u përballëm me disa siklete, disa probleme, të cilat erdhën për shkak të ligjit elektoral, por ne po vazhdojmë. Unë mbrëm kam qenë në krahas të Martaneshit, ku po u vjedhin pronat atyre. Çdo ditë dhe çdo javë jam në qyteza apo në fshatra të ndryshëm, ne po strukturojmë kudo, ne po strukturojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot kemi një dek në Detroit, kemi një dek në New York që është në rritje sipër. Kemi një dek në Toronto, besoj jemi vetëm një parti politike që po strukturon në Amerikën e Veriut. Pra po ecim me një ritëm shumë të kënaqshëm dhe jam i bindur që me këtë punë që po bëjmë, në vitet që vinë do të marrim një rezultat edhe më të madh, edhe një rezultat që do arrit të prodhoj rezultat elektoral në parlament dhe një rezultat domethënës. Strategjia është e thjeshtë. Atë që bëm në 8 muaj, tashmë kemi më shumë kohë për ta replikuar dhe për ta bërë më mirë. Takim me njerëzit, përballje me korrupsionin, përballje në shesh, përfaqësim në gjykati i problemeve publike, strukturim, pra punë dhe vetëm punë. Vetëm kjo ka për ta bërë ndryshimin. I vetmi problem që ne kemi në lëvizje dhe që më mundon dhe mua si Adriatik, është një dhe vetëm një problem real. Lufta me kohën.
Do me thënë, ne kur e logjikojmë këtë që po bëjmë, nuk e logjikojmë si një gjë që e masim thjesht për lëvizjen tonë dhe për veten tonë, sepse për ne, unë po e them prap, ekipi jonë ka një moshë mesatare 36-37 vjeç. Janë profesionistë të rinj, ne jemi avokat aty, 7 avokat, pedagog, inxhinier, gazetar, arkitekt, në kryesi. Ne nuk po e shohim këtë që pas 10 vitesh lëvizja jonë do jetë shumë më mirë edhe ne do jemi në një moshë tamam për të bërë politikë edhe më të pjekur. Jo, ne e shohim si një nevojë që ka vendi sa më shpejt. Jo për ne, po për ta ndryshuar rrjedhën e historisë. Dhe kjo është ajo që na mundon. Koha që nuk duhet humbur asnjë ditë, asnjë ditë, asnjë ditë, asnjë ditë. Kjo është çështja. Strategjia është e thjeshtë, punë, nuk ka rrugë tjetër. Thelbi i pyetjes, nëse do ta teksonim, mbetet tek ajo. Ishit tepër të përqendruar me pjesëmarrjen tuaj në parlament, nuk do të flas me sigurt sepse kjo është një mundësi qoftë teorike, qoftë e përpjekjeve me punë, si thoni, dhe ju në të ardhmen. Ajo ide që ju do t'i falimentoni të dy partitë. Domthonë ju pra do të kishit siguruar aq vota, aq pjesëmarrës në parlament sa që do t'i bënit. Domthonë kjo a lind një ide për strategji të re për të thirrur njerëzit në këtë gjë që është sot Shqipëria. E vërteta është që të gjitha ata që i kanë përjetuar këto zgjedhje nga afër, rezultati i zgjedhjeve jo për klishe, po për shkak të së vërtetës nuk është ai që ne pam në tabelën e numërimit. Në këto zgjedhje është shumë un po ta them pak rëndësi ka ajo, po ky është fakt. Mua më vinin nga qarku i Lezhës dhe më thoshin që po blihet vota me 700 euro. Do me thënë, ajo që bëm ne si pasojë e presionit të madh është që morëm një numër shumë të madh votash, po fatkeqësisht paratë që ata kanë pas thjesht rritën pazarin e blerjes së votës. Pra nuk e blinin më me 50 apo 100 euro, po arritën e blinin me shifra të frikshme, 500 euro, 700 euro, 600 euro. Dhe ky është fakt, domethënë presioni i madh që bëm ne për shkak të numrave bëri që ata të bënin presionin e madh nga ana tjetër duke rritur pazarin e blerjes së votës. Kjo është një gjë që më shqetëson për të ardhmen sepse kur shoqëria është e gatshme të shes votën, nuk është e gatshme të ndryshojë, por nuk kemi rrugë tjetër përveç se të përballemi dhe të punojmë edhe më shumë. Vendoret janë një sfidë? Janë një sfidë dhe unë e kam thënë, është koha ti biesh gjoksit edhe të thuash që ne jemi të vetmit në botë, po secili nga ne të paktën drejtuesit e partive që kanë vota në opozitë, në bazë zgjedhjeve të fundit, duhet të jenë me këmbë në tokë që nga unë i pari dhe të gjithë ne duhet të mendojmë dhe të dëgjojmë vullnetin popullor, që do të thotë që do duhet jemi të matur dhe do duhet të mos krijojmë refraksione për të mos e shpërqendruar votën opozitare. Do duhet pjekurim në këtë proces dhe uroj ta gjejmë. Nëse e mbani mend, në rastin e zgjedhjeve për Tiranën, që ata janë uhuan, ne imponuam jo për të treguar ego, po pozitivisht po e them, këtë në thonjza them imponuam, një kandidat që të ishte përtej palëve dhe të dakurconin gjitha palët dhe me ç'duket pushtetin e vuri në siklet se u detyrua të triqej, realisht të triqej, dhe e vuri aq në siklet se nga ç'duket po ndronte kandidatin. Pra nuk po shkon me të njëjtin kandidat. Pra nëse do kishim shkuar në zgjedhjen në Tiranë me Flor Binaj, ne do ta kishim fituar si opozitë, si qytetare e Tiranën, besoj, dhe aty pastaj gjërat do ndryshonin. Dhe për këtë ndjej një qetësi dhe ndjej një kënaqësi që ne e patëm pjekurim për të reflektuar pas zgjedhjeve të 11 majit dhe për t'i dhënë qytetarëve një politikë të pjekur. Mendoj dhe besoj që duhet të jemi të pjekur dhe të kemi kujdes dhe në zgjedhjet që po vinë. Sa na takon ne, ju do jeni dëshmitar që ne do mundohemi të jemi jo refraktar, të jemi njerëz të cilët vënë interesin publik përpara organive të vogla partijake. Faleminderit. Jemi gati një orë gjysmë, Elida nuk e dija do të bësh një pyetje. Ta pyesja, do të prisni 29-ën apo do të shpejtoni Adriatik? Unë mendoj që të falenderoj zonja Elida, unë mendoj që Edi Rama duhet të kishte rënë dje. Do me thënë, mua 29-a më duket shumë larg, më duket tmerrsi shumë larg, më duket pa drejtësi. Deri në 29-ën këta
do i nxjerrin ujë të zi Shqipërisë. Ka nisur këtë punë e paketës së maleve që është një vjedhja më e madhe që i ka ndodhur pasurisë publike të këtij vendi. Do ja dëgjoni Krismën. Un kam një vit që e them, po tani po fillon të kuptohet. Do ja dëgjojnë shqiptarët Krismën paketës së maleve. Do jenë konflikte, ajo që keni parë në Riol do jetë asgjë në raport me këtë që do ndodh me paketën e maleve. Do jenë qindra konflikte që do ndodhin në qindra komunitete në të gjithë vendin. Dhe unë e shoh shumë larg 2029-ën. Unë mendoj që unë dhe 2027 në shoh shumë larg. Unë mendoj që Edi Rama nuk mund të rrinë pushtet asnjë orë. Domethënë, nëse varet nga unë, jam i gatshëm zbres në atë shesh dhe të rri prap me muaj atje, vetëm nëse gjithë tjerët janë të gatshëm që ta bëjnë të njëjtën sakrificë dhe të mos e çojmë këtë punë në 2027-ën. 2029 është shumë larg. Po shikonja këto ngjarje të dy korrikut të 1991-shit. Edhe greva e sindikatës në Shkodër edhe në Tiranë, Kuba, jo, ndryshoi situatën. Dhe zgjedhjet nga 1995-a u bën në 1992-shin. Do me thënë që grevat e urisë e imponuan ndryshimin e situatës. Mendoj që në vetvete nuk e imponoi greva e urisë, se imponoi akti politik i rezistencës, se ajo forma u zgjodh grev, po e imponoi fryma popullore. Dhe frymën popullore e krijon përbashkimi i elitës drejtuese. Dhe mos qenia refraktare, e ndarë. Dhe unë mendoj që edhe në janar do që krijuar në Shqipëri një gjë, nëse të gjithë do kishin marrë përdore njerëzit e tyre dhe do kishin ardhur dhe do kishin dhënë atë shesh pa ikë andej dhe tu kishin bërë të qartë ndërkombëtarëve që nuk ka kthim pas nga kjo histori. Kjo histori do mbyllet ditën që Edi Rama jep dorëheqjen dhe një qeveri tranzitore krijohet. Dhe unë jam i bindur që një bashkim i madh në shesh në këtë drejtim është legjitim dhe ky pushtet rrëzohet, nuk e ka rrëzohet me përballje dhe me votë. Ky pushtet nuk ka legjitimitet moral. Unë e kam bindje këtë. Do me thënë, Edi Rama mund të rrinë pushtet për shumë arsye, po legjitimitet moral në popull dhe përpara nesh nuk kam. Faleminderit zoti Adriatik Lapaj për disponueshmërinë dhe gjithçka këtë bisedë. Ne të falenderojmë. U bë gati një orë gjysmë. Dhe të kërkojmë ndjes pasi ne kemi kolegët dhe që janë për te oqeanit dhe ishte orari më i mundshëm që të ishim të gjithë bashkë. Dhe të urojmë gëzuar Pashkët. Edhe për ju, më të mirat, uroj të shihni. Falenderojmë shumë Adriatik. Edhe suksese Adriatik. Faleminderit. Suksese. Që jeni në Shqipëri, një telefonat larg për një kafe, për një Po, patjetër. Numrin tim e ke, për çdo do të mund të jap dhe numrat e kolegëve të tjerë. Me kënaqësi. Edhe nëse ke për të komunikuar diçka në lidhje edhe me të vërtetën, me mediat, me komunikimin, ne kemi edhe portalin tonë dhe e ke në dispozicion pasi jemi gjithmonë edhe mjaft ndjeshëm për çështje të aktualitetit shqiptar. Mirë shumë. Ju uroj më të mirat. Faleminderit. Faleminderit.